e veta. Megjithatë, pjesë e këtyre lëshimeve kemi qenë të gjithë ne, përfshirë edhe eksponentët kryesor të Vlenit, të cilët janë tani në qeveri dhe të cilët duan të shfaqsohen nëpërmjet arsyetimeve dhe nëpërmjet krijimit të alibive të ndryshme, pse nuk bëhet, pse është bërë, pse ka qenë gjysmak, ka qenë i plot, e kështu me radhë. Thelbi i gjithë problemit këtu qëndron sepse ne kemi të bëjmë me një qeveri e cila në thelb dëshiron ta kthej shtetin në një shtet nacional për Maqedonasit. Dhe është e bazuar mbi paradigmën që Maqedonia është e Maqedonasve. Dhe ne gjithë tjerit këtu jemi vetëm për shkak të aksidenteve historike dhe po u pengojmë në realizimin e një të drejte historike të tyre për pasur shtetin e Maqedonisë për Maqedonasit. Dhe këtu fatkeqësisht, domethënë, po lejojmë që kjo në forma e mënyra të ndryshme të realizohet duke u bërë të huaj në tokën tonë. Nuk ka nevojë për zgjidhje ligjore. Është e thjeshtë. Gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Gjuha shqipe është gjuhë që garantohet me kushtetut nëpërmjet amandamentit 5, i cili erdhi si rezultat i marrëveshjes Ohrid, një marrëveshje e cila u soll me gjatë, humbën jetë civil, humbën jetë ushtarë të ushtrisë shkrimtare kombëtare, humbën jetë edhe ushtarë të tjerë të cilët ishin në anën tjetër, u bë një luftë për të arritur deri në këto marrëveshje. Dhe nuk duhet zgjidhje të shpiket zgjidhje, por duhet të implementohet kushtetuta dhe ligji. Dhe këtu është problemi, sepse ju thash, ky kryeministër nuk e pranon realitetin që shqiptarët janë pjesë identitare e këtij shteti. Dhe Maqedonia nuk është shteti i maqedonasve, po është shtet i maqedonasve, shqiptarëve, turqëve dhe gjithë qytetarëve tjerë. Po, kemi dhe postimin e zotit Mexhitit të vitit 2018, 14 mars, një arritje e madhe, një arritje e merituar, gjuha shqipe zyrtare, urime, Izet Mexhiti. Është një ndryshim nga pafuqia për të kundërshtuar Miskovskin, nga frika e një kundër reagimi të tij për shkak të një shumice që ka në parlament, apo thjesht mundohen të përfitojnë kapital politik duke akuzuar opozitën se për gjithçka çfarë nuk po funksionon sot? Në fakt, po më falni për shprehjen, por na përdunojnë inteligjencën. Ju e lexuat vetë i zotin Mexhiti dhe e patë reagimin e tij në kohën kur u soll ligji. Dhe tani unë i kuptoj shumicën e politikanëve të cilët kanë nevojë për arsyetime, por disa arsyetime janë të panevojshme sepse në fakt ato po nxjerrin veten keq dhe në këtë rast zoti Mexhiti po nxjerr veten keq edhe para mbështetësve të vet, por na nxjerr edhe neve si shqiptarë në Maqedoninë e Veriut në pozicion që të ndjehemi keq të ndjehemi. Domethënë është një pafuqi, është një babzi për të qenë edhe një ditë më tepër në pushtet, është një dëshirë për të mbrojtur edhe kapitalin partijak, por edhe kapitalet private të cilat i kanë fituar gjatë këtyre viteve për sa kohë kanë qenë në pushtet, dhe është një përpjekje për të arsyetuar, relativizuar dhe për të justifikuar çdo veprim antishqiptar të kësaj qeverie. Dhe unë nuk di më në cilën formë të sjell një konkludim pse bëhet kjo nga ana e përfaqësuesve tanë që janë në pushtet. Dhe një pyetje për protestën e sotme. Do të jetë vetëm sot, do të vazhdoj? Cili është qëndrimi apo organizimi apo çfarë thonë organizatorët e protestës, studentët në këtë rast? Po në